Dekor 8. Dua që intervistën me këngëtarën, prezentuesën e këtij edicionit, Ganimete Abazit, ta startoj me një selfie, me një selfie, me qenë se Ganja ngriti publikun në këmbë. Ka shpat? Faleminderit për foton, faleminderit që realizove foton me publikun që ngrite në këmbë. Faleminderit e për ju, Maksi. Besoj që ishte një ide që merti nati prej Maksit, për Afredin, se aje mur iniciativën i pare dhe boni ato, kështu që tash pse one nuk e bëj edhe unë do e ngris krejt publiku në kamë, do jetë shumë ma interesant, se dhe like do t'jetë ma shumë, do me thonë, për atë arsye. Gane, para se t'jap komplimentet e pamjes tënde, se çdo herë dukesh për mrekulli, sonte ti mbarove me sukses punën e prezentimit, moderimit, kështu që kam fillu të ndihem pak sa xheloz me ty. Jo, mos u ndi Granit xheloz hiç, se ajo është punë e jotja, unë jam këngëtare, por sonte me kënaqësi e pranova për shkak se, dhe si që se ka ma heret me një intervist tjetër, do me thonë në kohrat kur ne kemi pas vështirë, do me thonë t'jem afer publikut, dvet me këto produksione në atë kohë që s'kanë egzistu televizionet normal prej okupimit sërb, Ziko, Labia, kanë qenë shumë produksione që na kanë majtë afer publikut, dhe për atë arsye kam di një obligim moral që t'jem sonte edhe në rolin e prezentusës, sa ja ku marit nuk e di, po besoj që deri dikon po, e kështu që rirahat se nuk ta marë profesionin. Kuptohet që Ganja është një këngëtare që ka vokal, ka kapacitet, është artiste e lindur, me qenë se edhe sot kalove shumë bukur pjesën e prezentimit. Po këto dyja mirë, por edhe pamja yte ishte njërë spektakulare dhe arrin çdo të dukesh për mrekulli. Faleminderit shumë, s'pari falenderoj vajzat që kujdesën për veshjen time, po ashtu edhe dy motrat Naile dhe Nevrije Shollin, që Nevrije në veç që kam prezent sonte dhe jam një shumë e lumtur që kam pas pranë sonte, ka qenë në publik. Edhe këto dyja, do me thonë, janë ato që mu më bajnë gjithmonë mu një mirë, mu dok të bukur, edhe është merit e tyne, normal. Për mua dhe për mua shumë derë që po e intervistoj tani, me qenë se nuk di sa e dini publikin nderuar, por Sheholkat, apo Nevrija, është ajo që ka rëmbyer çmimin kryesor në botë për punën e flokëve. Urime s'pari për këtë. Faleminderit, ju përshëndes si televizion, faleminderit për ftesën që ma ka bo Ganja, që jam këtë pra një ushtot pranë publikës të Gilanit. Ka fol pak sa për çmimin, je zgjedh frizer ka më e mira në botë. Ishte një festival Euroazia, që është mbajtur në Kemer të Turqisë, që kanë marrë pjesë Euroazia, do më hënë nga vendet Evropës dhe të Azis, kanë qenë gara prej 3 kategorive, kategoria elegancë, kategoria fantazie dhe kategoria femna të mbuluta, kështu që çmimin kryesor, çmimin e mbrëmjes e kena marrë atje si Kosova, jo si Sheholkat. Urime shumë, po sa është e vështirë me rregullu Ganit? Nuk është edhe që vështirë, ka herë kemi disa mos marrëveshje, po prapja dalim disi. Atëherë unë uroj shumë suksese, faleminderit për telefonin se po tret dikush që e bënëm selfie, faleminderit edhe njerë, urime për çmimin. Faleminderit e për jush, ju përshëndes si televizionin, i televizionit tuaj se i pare në Kosovë. Faleminderit shumë. Gane, faleminderit shumë që ke qenë me ne sonte. Faleminderit e për ju, ishte knaqësi, sidomos me ty Granel, gjithmonë kur jemi, që kem do një mbrëmje apo do një shpërblim për të marrur, me qenë se unë e moti s'ko marrë, veç tash e pres një shpërblim, edhe mendoj që kjo natë ka qenë një natë për mu me të vërtet shumë e mirë dhe shumë e veçantë. Faleminderit që edicionin e 8 e ke bërë më madhështor. Faleminderit e nga ju shumë. Faleminderit shumë, unë duroj shumë suksese dhe shumë shpejt ta dëgjojmë një këngë të re. Patjetër, shumë shpejt do jetë edhe ajo. Faleminderit shumë.